Europa jugore është përfshirë nga vala e parë ekstreme e të nxehtit për këtë verë me temperatura që arrin deri në 46 gradë Celsius në disa rajone të Spanjës dhe Portugalisë. Sipas ekspertëve meteorologjik, situata e krijuar lidhet me fenomenin e njohur si kupola e nxehtësisë ose termike, një zonë presioni të lartë që shndron pezull mbi një territor për disa ditë apo javë. Ky presion i lartë vepron si një kapak duke bllokuar nxehtësinë poshti, ngjashëm me mënyrën se si një furr mban temperaturën brenda. Nxehtësia akumulohet, toka thahet dhe thith më shumë rrezë dielli, duke e përkeqësuar më tej situatën. Kupola termike pengon formimin e rreve dhe hyrjen e masave ajrore të ftohta, duke krijuar kushte për qiell të pastër dhe një rritje të vazhdueshme të temperaturave. Europa është tashmë 2 gradë Celsius më e ngrohtë se në kohët paraindustriale dhe është kontinenti që ngrohet më shpejt. Kjo ndodh edhe për shkak të gazrave serë të çliruara nga djegja e lëndëve djegëse fosile, të cilat bllokojnë më shumë nxehtësinë në atmosferën e tokës duke rritur temperaturat mesatare. Shkencëtarët i quajnë valet e nxehtësisë vrasës të heshtur sepse ata shkaktojnë një rritje të konsiderueshme të vdekjeve, veçanërisht tek njerëzit që janë tashmë të prekshëm. Valet e nxehtësisë janë gjithashtu një rrezik i madh për fëmijët e vegjël, trupat e të cilëve ngrohen më shpejt dhe për gratë shtatzëna, të cilat janë në rrezik në rritje të lindjes së parakohshme. Në Portugali temperatura në qytetin Mora arriti në 46.6 gradë Celsius, çka mund të përbëjë rekord të ri për muajin qershor. Në Itali, spitalet në rajone si Toskana kanë raportuar një rritje prej 20% të rasteve të shtrimeve për shkak të goditjeve nga i nxehtë. Qytetarët janë këshilluar të shmangin ekspozimin në diell nga ora 11 deri në orën 18. Franca ka lëshuar paralajmërime për të gjithë pjesën më të madhe të territorit të saj me 88% të zonave në nivel portokalli alarmi, ndërsa rreth 200 shkolla publike janë mbyllur. Qeveria i ka bërë thirrje bizneseve të rishikojnë oraret për të mbrojtur punojësit nga nxehtësia ekstreme. Në Gjermani, përveç se priten që temperaturat të shkojnë në 40 gradë, është theksuar rreziku i shtuar për zjarre në pyje për shkak të thatësirës, ndërsa disa qytete kanë vendosur kufizime për përdorimin e ujit.